Tani, si që përmendëm më herët, do të kemi knatësinë të diskutojmë me një djalë që e bëri krenar Kosovën, duke veshur fanelën e kombëtarës së Kosovës. Përpos kësaj, gjatë karrierës së tij të zhvilluar në Kosovë, ka dalë që t'ja 3 herë kampioni i Kosovës, 2 herë me skuadrën e Ballkanit dhe 1 herë me skuadrën e Prishtinës dhe po ashtu një trofe tjetër të fituar në Superkupën e Kosovës duke fituar me skuadrën e Ballkanit. Më pas, ai vendosi që ta vazhdoj karrierën jashtë Kosovës në Poloni dhe më pas në Çeki, së fundmi te Slovan Liberec. E kemi knatësinë që ta kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë Qëndrim Zybën. Qëndrim, faleminderit shumë që je me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit sonte. Faleminderit nga ju, urime festën edhe urime festa pavarësisë, edhe ju uroj gjithë shikuesit që duke na ndjek, gjithë urime, shpresoj që edhe shkrimtarët tonë që të lirohen nga paraburgimi që janë atje, sepse të gjithë jemi në pritje për ta. E përmende shumë mirë dhe shumë drejt, pra një ditë shumë e veçantë ku falë gjakut të dëshmorëve, jemi këtu ku jemi dhe kemi kombëtarën tonë, kemi shtetin tonë dhe mund të kontribuojmë në shumë sfera. Apo ndëgjon? Po, qëtash po? Po patjetër do të jemi falënderës gjithmonë sepse shkaku i gjithë tyre ne jetojmë sot të lira dhe kemi lirinë që e gëzojmë në gjenerata para dhe pas luftës dhe jemi falënderës gjithmonë sepse nga ta sot ne gëzojmë liri dhe shpresoj gjithë të mira dhe sa më shpejt që të kemi lojme pozitive nga ta. Një moment besoj shumë e rëndësishëm karrierën tonde në këtë Kosovën që po ndërtohet tash i bën 18 vjet, është momenti i 2023-s, më saktë 12/10/2023, kur e ke pas edhe debutimin me kombëtarën e Kosovës. E vërtet, debutimi me t'jesh futbollist dhe të përfaqësosh vendin tanë është një ndjenjë që seriozisht nuk mund ta përshkruaj sepse është gjëja më e mirë që i ndodh një futbollistit në karrierë. Edhe për shkak që nuk kam qenë që 2 vite nuk kam qenë në kombëtare, por nuk kam pas minuta. Kjo nuk e zbej asnjëherë dashurinë për shtetin dhe çdo herë nuk ka rëndësi kur dhe sa, por është kënaqësia më e madhe të jesh pjesë brenda e kombëtarës. Unë ndoshta komendru edhe ekipe tjera, por kënaqësinë që ta jep kombëtarja fanella e Kosovës nuk ka asnjë gjë më të shtrenjtë në jetë. Po duhet të kthy veç pak në kohë, ç'është është ndjenja kur të vjen ftesa? A e ke ditë paraprakisht apo ka ardhur pak si befasi kështu momenti i ftesës, ç'është e ke përjetuar? Me të thënë drejtën kemi pas lojë me Dinamo Zagrebin në Prishtinë dhe ne fitojmë atë ndeshje 2-0. Edhe ka qenë një ndeshje e mirë e inja dhe ka qenë selektori aty. Dhe pas intervistës isha me Arden Sadikun në ndeshje, pas ndeshjes në intervistë me Arden Sadikun dhe ai na pyeti pse lojtarët e Kosovës nuk ftohen edhe çfarë performance. Edhe me thënë drejtën isha të nesër të kisha pushim në shtëpi, isha me momin tem duke nejt, edhe merr president Arsim Kaboshi merr në telefon dhe vetëm ma dërgën ftesën thot urime, ato që e ke prit me shumë kohë të ka ardhur dhe për mua ka qenë një me thënë drejtë që më kanë pështu lëtë, sepse është gëzim i madh që të merr ftesën nga kombëtarja dhe jam gëzuar tepër shumë. Sigurisht tani Kosova është për një kohë shumë të shkurtër është ngrit aq lart. Domethënë kemi qenë tash fundmi në kualifikimet për kampionat botror me një grup jashtëzakonisht vështirë. Edhe dorën zemër shumica prej neve e kemi pas ato pikpyetjet rreth kësaj faze, po Kosova doli jashtëzakonisht mirë. Po, kombëtarja jonë ka ndërtuar një ekip mjaft të fortë me konkurrencë shumë të fortë dhe po shkon duke u ngritë çdo ditë më shumë. Edhe shpresoj që këtë ndeshjet e marsit janë determinuese për neve sepse edhe besoj tek fuqia grupi që ka që të kualifikohemi tutje dhe do të jetë kështu.
çish e vlerëson punën e përgjithësit frankofoda deri tash? Është bë goxha rritje. Unë për shembull nuk jam që mundem me vlerësu punën e Po mendoj edhe nga jashtë. Po, punën e tij e vlerësojnë rezultatet më shumë ti, edhe domethënë ai ka rezultatet më të mira që ndonjëherë Kosova i ka pas dhe ai e meriton atë pas që është aty dhe shpresoj Zoti që t'i shpërblet edhe tani me ndeshjet e marsit. Kosova më renda sikur e ka kriju tash një far unitete, shihet një far lumturie brenda grupit, edhe prurit e reja si Avdullahu, Aslani, futbollistat e tjerë që u sollën pastaj Hajdari, Gallapeni, u integruan shumë shpejt. Po, sepse aty është një ambient shumë i mirë dhe lojtarët që janë brenda të bojnë në moment që ti shkon bojnë mundi shumë mirë dhe që të futesh, të inkuadrohesh me njëherë sa më shpejt në ekip. Dhe çdo lojtar që vjen është në shtëpinë e vet dhe nuk i duhet asgjë më shumë. Një njeri që shkon në shtëpinë e vet është i lirë dhe vetëm duhet t'i jap gaz që t'i ndihmoj kombëtarët e vendit dhe të shtojmë shtetin përpara. A mundi me besu në ndeshjen me Slovakin? A beson që kemi kapacitet me u ballafaque? Kemi pas me Suedin, me Slovenin, pse jo edhe me Slovakin? Me këtë formë që duke kalu bashkëtarët e mi dhe me këtë besim që e kemi, me këtë kualitet që ka mrena kombëtarja, unë besoj që nuk ka vend për mos besim këtu, sepse e di që 100% që kanë më kualifiku dhe shpresoj këtë me zemër. Tash në një periudhë je ballafaqu me lëndim, qëndrim, sa ka qenë e vështirë kjo periudhë për ty në përgjithësi? Me të vërtet ka qenë një kohë shumë e rëndë për mua, sepse ngajherë planet nuk shkojnë ashtu siç i ke qef, edhe siç dën ti, por Zoti ka dashur më sfidu dhe unë për momentin jam shumë mirë, më duke u kthyer me ekip gradualisht, duke bërë stërvitje individuale dhe shumë shpejt kismet Zotit më inkuadru me ekip edhe më kthyer lojë, sepse kam pas disa probleme që nuk kam mund që ta dija për rezultati shkakut po më vinë, por fal Zotit e kam gjetë problemin tani dhe është gjithçka në rregull dhe falenderoj Zotit shumë. Edhe njëkohësisht duke falenderuar edhe ekipin sepse më kanë nejtë mbrapa shumë në këto ditë vështira, sepse është kohë e vështirë për mua, sado që një futbollist kur është në fazë rikuperimit, lëndimit, është kohë e vështirë, por duhet të falenderojmë Zotit Spore dhe ekipit dhe gjithë personat përreth familjes time, menaxherit që më kanë nejtë afër shumë. Aktualisht jetë Slovan Libereci, pikërisht e përmendë edhe ti, pyetja ime radhës sa të ka qëndru ekipi prapa, bashkëtarët? Me të vërtet, unë kam qenë shumë me ta në komunikim të non-stop dhe sepse në kam bërë rehabilitimin jashtë klubit edhe kanë qenë tepër korrekt me mu dhe jenë sjellë mënyrën mjaft mirë që ndoshta nganjëherë sepse kur je i lëndum edhe nuk në mentalitetin nuk shikohesh ashtu. Po këta më kanë respektu tepër shumë dhe i falenderoj shumë herë sepse më kanë nejtë ofër shumë këtë ditë nga kryesia, trajneri, bashkëtarët gjithë, kështu që i falenderoj shumë dhe shpresoj që të bashkangjitem sa më shpejt që është e mundur. Sa të ka marrë malli për futbollin vëlla? Prej notës matull dete më e larta. Valloj me tregu drejt, u banën një 6 muaj e gjys që nuk kam nga që kam pas rehabilitimin. Me thonë drejtën nuk ka ndaj numër që më në përshkruan se shumë për momenti, po kismet Zotit shumë shpejt dhe më shumë të gëzohem që sidomos pas do vështësie vjen lehtësimi edhe që kjo është ajo mënyra që kur e gjen diçka që çaki merresh me to dhe rregullon, ajo është më e mira e në të keqe që thonë. Sakt. Po edhe zakonisht me këto situata ballafaqohen karakteret e forta. Këtu pastaj vret kush është i fortë psikologjikisht për me i ballafaqu këto situata me vazhdu tutje. Është e vërtetë shumë sepse ndoshta unë kam hek nga ky lëndim që kam pas, por më shumë ka qenë edhe pjesa psikologjike sepse
unë kam pasur siç e din më herët i operacion kur kam qenë në Kosovë, edhe tash nuk ka qenë e lehtë për mua, po fal Zotit, fal familjes time që asnjëherë nuk më lëm mbrapa. Ja kam dalë shumë mirë dhe tash jam shumë i lumtur sepse jam kthy shumë mirë dhe fal Zotit jam tepër mirë, vetëm ngadalë jam duke bashku me ekip dhe kjo ka rëndësi, si të kthehesh me lujt gjëra të tjera harrohen shumë shpejt. Absolutisht po. Kjo është e rëndësishme. Ndryshe në kampionatin çek ke pas paraqitje goxha të mira, prej 18 ndeshjeve sa figurojnë statistik, 3 gola dhe 3 asistime. Sa tu ka përshtat realisht futbolli çek? Është, me thonë drejtën, është një futboll shumë fizik, edhe nuk mund me thonë që nuk ka kualitet, por këtë është më shumë liga shumë fizike, ai që nuk e përballon fizik një ndeshje 90 minuta që normali ka vrapimet që ne shohim goxha të forta, po është për mu më përshtatet si ligë, është shumë e mirë edhe e kam gjetë vetën këtë ligë, por që si thash që ka qenë puna lëndimit, ajo më kanon pak mbrapa, por për mendimin tim është një ligë shumë e fortë dhe e mira kësaj është nga këtu mund të bësh një hap shumë të mirë. Për shembull, pasi ke një sezon të mirë këtu, mundesh me lëviz nga këtu shumë lehtë sepse është një ligë që shikohet shumë dhe e vlerësojnë shumë në Europë. Dhe kjo ka rëndësi. Për dëgjues, a jeni në kontakt futbollistat e kombëtarës Kosovës, Albion Ramani, Atyhit, Korenica? Po, normal që kemi kontakte sepse jemi kanë edhe bashkëlojtar, por ngaherë me thonë rutina ditore, çdo kush e ka të rutinën ditore, ka jetën e vet dhe nganjëherë largësia pak a shumë e bën vetën. Distanca, po patjetër që kemi komunikim dhe sa herë që shihemi kemi raporte shumë të mira sepse na kanë mbetë nga ajo histori që kemi pas me Ballkanin dhe kemi kaluar shumë mirë. Edhe tek e fundit jemi të një vendit ku sado që kemi largësi s'na ndon zemra gjoku. E përmend edhe Ballkanin, ke kaluar një kohë aty, a ke pas kohë me përcjell futbollin e Kosovës, a e përcjell futbollin e Kosovës kur ke kohë të lirë? Me thonë drejtën, çdo herë një lojë gjatë vikendit, pa e kështu lojën më të mirë nuk e loha asnjëherë, se edhe kam shok i përcjellin në stop, edhe e kthyer me shumë kënaqësi sepse e du, edhe patjetër që po, në stop. Planet e qëndrimit, fillimisht me u kthy me ekipin, pastaj e vlerëson besoj, ja? Po, fillimisht duhet më kthy gradualisht me ekip edhe me fillu me lujt edhe pastaj unë kam kontratë gati 2 vite edhe pastaj që ka shkruar Zoti inshallah është hajër edhe me po tutje. Faleminderit shumë që ndrem. Po. Asnjëherë nuk mundesh me menu për diçka, po vetëm me shku hapa sope edhe ajo realisht edhe ekipet kur bëhen kampion, bëhen ndeshje pas ndeshje, jo me planifikim për më bë kampion. Po, ashtu është. Edhe desha me thonë që si vjetë kemi një ekip shumë të mirë, edhe jemi duke luftu për Evropë, edhe jemi në pozitë shumë të mirë, shpresoj që ta kapim Evropën edhe ajo ka rëndësi sepse kemi si pikë synim që klubi të kapë Evropën këtë vit. Edhe është duke shku mjaft mirë dhe shpresoj që ti bashkangjitem edhe unë edhe si themi ne të japim një të shtyme. Qëndrim, je fantastik. Faleminderit shumë që ke ndonë kohën për neve. Faleminderit shumë edhe nga ju, faleminderit shumë edhe i përshëndes gjithë shikuesit edhe një urim të veçantë kam për ditën e pavarësisë dua të uroj dy xhallarëve të mi, Xhaxhi Dragipa, Xhaxhi Skender që janë veteranë të UÇK-s. Ja uroj nga zemra dhe atyve sepse fal tyve dhe gjithë luftëtarëve të tjerë jemi sot këtu ku jemi. Urimit i bashkangjitem edhe na me plot zemër, pasi janë njerëz që na kanë mundësu këtë ditë që po e jetojmë. Ne ty të urojmë shërim sa më të shpejt, rikthim të skuadra, uroj që del në Evropë edhe në fund të shohim fanellën e Kosovës aty ku e ki vendin. Faleminderit shumë, shpresoj shumë mendimin e Zotit kismet shumë shpejt. Faleminderit shumë Qëndrim, ciao. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë.